Goditje në zemër, deputeti Spartak Brau dërgohet me urgjencë në spital. Probleme shëndetësore për deputetin e Partisë Socialiste Spartak Brau. Ai është dërguar me urgjencë në spital për shkak të problemeve me zemrën, ku mjekët kanë konstatuar se deputeti ka pësuar para infarkt. Aktualisht Brau ndodhet i shtruar në një spital privat në kryeqytet ku po merr trajtimin e nevojshëm. Mësohet se momentalisht ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën në kujdesin e bluzave të bardha. Spartak Brau u rikthye në kuvent si deputet pak javë më parë duke zënë vendin e Sajmir Tahirit, i cili dorëzoi mandatin e deputetit në mënyrë që të jetohet si qytetar i lirë përballë akuzave si përfshirë në trafik droge.